Mirëmbrëma nderuar shikues, jemi sot në podcastin e radhës. Para se të filloj me të ftuarin special, cilin do ta kemi në Skype dhe për herë të parë, dhe është kënaqësi për mua që ndodhet mes nesh, është një figurë e shuar intelektuale që do ta tregojmë shumë shpejt pasi të mbyllim këtë prezantimin e këtyre bizneseve të cilat bashkëpunojnë me ne dhe bëjnë të mundur ekzistencën e këtij podcasti. Falenderojmë Ujin Lajthiza, i cili vjen me produkte të reja përveç ujit që e ka pasur në mënyrë tradicionale, ka dhe këto produktet konkurruese të cilat janë prodhuar kohët e fundit, janë me standarde shumë të larta, qoftë nga forma, qoftë nga përmbajtja, dhe sigurisht përpara se të blejmë produktet të ngjashme tuaja, sigurisht duhet i thrasim mendjes dhe të blejmë gjithmonë produkte shqiptare kur ato janë konkurruese me produktet e huaja, me qëllim që është si një veprim patriotik që leku të ngelet në Shqipëri. Gjithashtu falenderojmë dhe vajin Musaj, i cili është një nga vajrat konkurrues nga më të mirat në rajon dhe në botë, ka marrë shumë çmime të para, 20 çmime të para në shumë konkurse botërore të vajit. Mjafton t'ju them që dhe familja Trump, kur kanë ardhur në Shqipëri, dhe Endri dhe vajza e tij kanë marrë vajin Musaj, e kanë përzgjedhur. Ka cilësira shumë të mira, është antioksidant, i shkëlqyer dhe ka shumë flavonoide, dhe mund t'ju them që përveç se vaj është dhe ilaç, shumë për vete e përdor, kam 3 vjet dhe kam gjetur rahat dhe kam një imunitet të shkëlqyer, për të cilin falenderoj veç tjerash edhe vajin Musaj. Gjithashtu ka disa biznese të cilat janë përzgjedhur nga ne dhe do të dalin me shirita këtu poshtë, ku janë dhe të shënuar edhe mundësitë e kontaktit me ta, dhe kushdo që kërkon një shërbim apo një mall nga ato që do të dalin aty, mjafton të hyjë në komunikim dhe të vendosim pikat e kontaktit. Njëkohësisht dua t'i kujtoj të gjithë ata që na ndjekin, sepse është e çuditshme, ne kemi rreth 19.000 subscribera, por na ndjekin dhe 90.000 dhe 95.000 ndjeksa, çka do të thotë që shumë njerëz hynë apostafat në kanal, mirë po kanë gurin e Sizifit në zemër, e kanë dhe në gisht, dhe nuk e ngrejnë dot të bëjnë një subscribe që të mos na ndjekin ata, të mundohen. Dale, ka hedhur mbrapa gardit, ka hedhur Fretsakoja ndonjë podcast ta shikojmë, po subscribe nuk ja bëj subscribe, por ama do ta shikoj. Sa të mundoheni të rini kështu nga Vrimka e Gardit, e dini atë këngën që ka qenë në Korçë, nga Vrimka e Gardit, fshehuri çka zi, prifti Ravonikut, bënte dashuri, mos shikoni kështu kush bën dashuri nga Vrimka e Chelsit, po bëni subscribe e ju vjen notification atje, dhe një like, si burrat e me zemër të bardhë. Sot po ju prezantoj të ftuarin tonë, që është Auron Tare, është domethënë në Skype, sepse është duke folur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur ka ikur përkohësisht për sa problemet e veta personale, dhe përsëri do të rikthehet shumë shpejt pas pak ditësh këtu në Tiranë. Auroni është një personazh që e ndjekin në nivelet e mesme dhe të larta, për shkak se ai nuk preferon të jetë populist, por është një personazh i cili përpiqet të jetë profesionist në ato këndvështrimet e veta dhe nuk çan kokën shumë që të jetë masovik, por kërkon të jetë vertikalist, pra cilësor dhe jo sasior. Auron, mirëmbrëma dhe mirë se më ka ardhur këtu në emisionin podcast me Alfred Sakun. Shpresoj që je mirë me shëndet dhe po ja kalon mirë aty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku janë, çfarë qytet je, Auron? Zire regji Auronin. Po, Auron. Më dëgjon? Po. Ku ndodhesh aty në Shtetet e Bashkuara? Unë jam këtu në Boston me familjen, kemi vite. Në çfarë lagje aty ku jenë në Boston? Në fakit Boston zakonisht thuhet për referencë, po e di se kam qenë në Boston për një kohë gjatë, e njoh Boston. Të shpërndar,
Ne jetojmë në një fshat diku nga 36 minuta nga qendra e Bostonit. Po. Fshati i me liqene, me pyll, me keta, me drerë, që nuk i vret njëri. Po, unë kam jetuar në Stoneham disa muaj aty në Boston, nuk e di e ke dëgjuar Stoneham apo jo? Në Stoneham. Po. Kam qenë në shumë lagje aty në qarën ato Rochester, ku di unë qarën ato lagjet e tjera, Salem, në disa lagje tjera që tash s'po më kujtohem përveç domethënë Bostonit në qendër, bibliotekën e Bostonit kam dajtur një farë kohë që vinja lexonja, është një bibliotekë që ka nga të gjitha anët 2 luan të mëdhenj në të 4 ju ngjan shumë atyre me të katrorin ose drejtkëndsh, po më duket sikur është katror me sy, dhe ju ngjan këtyre çfarë quheshin këto në këtë botën e vjetër sumeriane kur rinin këto priftëreshat. Po ta shikosh nga pamja jashme ngjan me ato se si quhet, s'po më kujtohet emri. Dhe me ca piktura fantastike në përshkallët nga këto imitimet e pikturave të rilindjes evropiane në Itali. Një super bibliotek, atje kam gjetur dhe një 2 libra që i kam sjell dhe i kemi botuar me kujtim gjonajn. Njëra është një libër është marrëdhëniet shqiptaro-turke në periudhën mes luftës ose luftrave ballkanike dhe luftës dhe shpalljes së mbretërisë në Shqipëri, dhe një libër tjetër është ai autori që ka bërë atë Rumpallën këtu, sollëm një libër tjetër tha ati që e botuam, s'po më kujtojnë tash emrat se janë me qindra libra, si kujtoj. Auron, besoj që po i ndjek këto ngjarjet në Shqipëri. Fred, dëgjoj, para se të hym kësaj bisede, me që ti përmende bibliotekën e Bostonit, po them diçka shumë interesante. Personi që e ka themeluar bibliotekën ka udhëtuar në Shqipëri në 819-ën, një djalë i ri, i quajtur Edward Everett, së bashku me 4 miq të tij, njëri prej tyre dhëndri, nipi i atij që do bëhej më vonë presidenti i Shtetit Bashkuara, dhe kanë ardhur, shkuan në Londër, nga Londra në Maltë, nga Malta në Korfuz, nga Korfuzi në Sajadh, nga Sajadha në Janin, për të takuar Alipash Tepelenën, dhe ka lënë një dorëshkrim të jashtëzakonshëm, të panjohur, unë e kam gjetur, e kam marrë, po e përkthej për ta botuar, dhe ky është personi që themeloi bibliotekën e Bostonit, më vonë u bë presidenti i Harvardit, dhe më vonë sekretari i shtetit dhe ambasadori amerikan në Londër, dhe shumë interesant janë disa shkrimet të tij të panjohura, i cili publikisht ka mbrojtur figurën e Alipash Tepelenës mbasi ai u vra, dhe ka bërë, si thua, një lloj apologjie për të, sidomos ndaj shkrimtarëve francezë, të cilët për interesa sigurisht në atë kohë, pra Franca, Anglia kishin debate të mëdha, dhe ky ka mbrojtur figurën e Alipashës dhe çështjen shqiptare që në vitet 830, pra mbas vrasjes së Alipashës. Është edhe një autore femër që është përkthyer këtu në Shqipëri dhe ajo ka shkruar shumë mirë për Alipashën. E kam lexuar para 20 vjetësh. Në Shqip e kam lexuar, nuk e di kush e ka botuar në shtëpi botuese. Po, ai kush është Kate Arvabirmin, po të them meqense ke qenë te biblioteka, është shumë interesante që themeluesi i saj ka marrë rrugën nga Bostoni deri në Janin dhe ka lënë një Interesant. Edhe nga pikpamja ekonomike, sepse në këtë dorëshkrim, sipas tij, pra, Alipashi i propozon këtyre djemve të rinj, që ai e kupton që vinë nga familje të pasura, i propozon marrëdhënie diplomatike dhe tregtare me Amerikën. Po, kisha në atje Aliu ishte larg pamës. Ky që është toni tash, ky i ngjan pak Aliut kështu për ti, kur gjithmonë me më të fortin për të mbetur gjithmonë mbi ujë, mos e marr asnjë rrym. Në fakt, Aliu ka qenë shumë sovranist,
dhe mjaft i pavarur për të krijuar atë domenin e tij të pavarur dhe dihet mirë që sigurisht ai përdori të gjithë konjunkturat e kohës, po gjithmonë me idenë e një shteti të tij, pra një vilajeti të tij sovran, dhe sigurisht ai u përplas dhe me Napoleonin, u përplas dhe me të tjerë, vetëm që të ruante pavarësinë e vet. Ndërkohë, nëse do e sjellim në kontekstin e sotëm, nuk flitet për pavarësi, sepse pak a shumë vendi e ka pavarësi, edhe pse në mënyrë, si thua, teorike se praktike jo, por konjunkturat politike të sotme janë më tepër për pushtetin, jo për vendin. Jo se Aliu kishte në një, si thua, diferencë të madhe, por ai, ose të paktën nga ato që dim për të, ai kërkonte të krijonte një shtet të përbashkët shqiptaro-grek në atë kohë. Ishte sidomos nga fundi jetës së tij, këtë ka pasi vizion, i cili sigurisht nuk u realizua dhe fatkeqësisht apo fatmirësisht ai financoi, pavarësisht se shumë historian grek nuk e pranojnë, por dihet mirë që ai financoi lëvizjen për pavarësi greke, sepse donte që të shkëputej nga porta e lartë. Po, por ka një, do kishte ngelur shumë i madh në histori në qoftë se do kishte bërë atë që u bë në Kongresin e Manastirit, do kishte bërë alfabetin shqip që në atë kohë Aliu do të mbeteshte një figurë si Cirili dhe Metodi ke këta slavët, do të ngelej Aliu, madje Ibrahim Manzur Efendiu, që ishte shumë lartpamës dhe që ishte një kalorës templar nga Malta, në kujtimet e veta tregon që se e vendosi Aliu kështu drejtor të Xhenjos, besoj e diti aty për to. Ka bërë atë urën e Pelenës. Po, ka bërë dhe atë, ç'a quhet kalaja atje, që është në jonë, kalaja Burg atje, ç'a quhet, Pashalimana, ç'a quhet, jo. Në Porto Palermo. Porto Palermo, më fal. Edhe kur ka qenë në zona juaj, por ai ky francezi, Ibrahim Mansuri, ka qenë supervizori i punimeve të Xhenjos. Po, dhe kur kishte ndodhur ajo vrasja atyre grave, ku mbyti dhe Frosinën midis tjerave, për shkak se një nga nuset e nxiti, se mendonte që ishte dashura e Veliut, ai myftarit, një nga djemvës, më kujtohet tash. Dhe nxiti Aliun kundër Frosinës dhe ai bëri ato manovrime, Gjoja i zuri si prostituta natën, edhe zuri një grup për 40 më duket më pak, nuk e di të këtyre që i quajtën prostituta dhe i mbytën, i futën në një thes dhe i odhën në liçenin e Aninës. Dhe pas një 2-3 ditësh Aliu niset për në Porto Palermo, sepse i kish pëlqyer ky vendi, e kish parë disa kohë përpara. Dhe para se të niseshe, nga që po i bënin shumë protesta njerëzit për këtë ngjarje, edhe i që zbutur shpirti që bërë qik si frikacak. Dhe sa herë që deshte të trimëroheshe, shkonte në një belvedere që ishte aty mbi Anin, nuk kam mbajtur e kam parë, dhe ajo ishte me gjurma gjaku kështu, edhe kur shkonte atje merrte si kurajo për të bërë më ashpër në sjellje me njerëzit. Dhe kur shkoj atje i doli një dervish, se Aliu ishte bestyt ndaj dervishve dhe baballarëve musliman, sidomos ndaj disave prej tyre që ishin asket, dhe i doli ky dervish i asket që rinte dimër verë me një jelek lëkure dele, dhe filloi po i bërtiste para ushtarëve, i tha, si s'pate turp mori, ziti tha që mbyte gratë, po me gratë po merresh, mor po të vjen fundi, mor maskara, i thotë, edhe ky nga që kishte ushtarët me vete, i vinte turp që të gjonin ata. Edhe fut dorën në brez kështu edhe i jep sa florinja, i thotë me ngadalë kur ju afrua, i tha, dervish merri këto se ndoshta ke nevojë. Mua më jep këto, mor, i tha, i mor maskaraja, odhi. Edhe ky futi dorën, i tha, ndoshta të dash pak, i tha, na dhe sa, i tha. Ai prapja odhi, i tha, mos më jep mua, tha, ti e di tha që unë s'çaj kokë për lek. Edhe iku i mërzitu rrugës kështu, po ikte me Ibrahim Manzur Efendiun, të dy përpara ushtarët mbrapa. Edhe ecëm thot Ibrahim Manzuri dhe nuk fliste thot nga që u mërzit nga dervishja prishi gjakun. Edhe një moment e pyesi, them, ku po shkojmë Ali Pasha? Më thot, tha,
do ikim në një vend, tha, do të tregoj, tha, të bëjmë një kalata. I tha ky, mirë, i tha, çfarë të bëjmë tjetër, o Ibrahim Efendi, i tha, ata shtetarët nga Kalat vlerësohen, tha, që kanë lënë, tha. Edhe shqiptarët do mblerësojnë, tha, për Kalat. E i thot Ibrahimi, se Ibrahimi ishe i mençur, i thot të them unë një gjë tjetër, Ali Bey, tha, çfarë të bësh Ali Pashaj, tha, çfarë të bësh, i tha, që të mbajnë mend shqiptarët. Po, i tha, ky çfarë, tha, bëjo shqiptarëve një alfabet, tha, mos të harrojnë kur, tha, në jetë jetëve, tha, të mbetesh për ta figura më e madhe. Mirë, po Aliu qeshi dhe tha, po këto janë punë grash, mor jeziti, tha, mua më thua ti, tha, të merrem, tha, me germa, i tha, po shtetarët bëjnë kalamore, i tha, s'bëjnë germa, i tha. Nuk e di, e ke lexuar të pjesë të Ibrahim Mansurit? Unë e kam lexuar Ibrahim Mansurin, po unë do të them dy diçka tjetër që është shumë interesante, është një këndvështrim tjetër. Po. I mbytjen atyre grave, përfshirë dhe Frosinën, të cilat akuzoheshin për spionazh. Dhe ai i ka dhe një histori të bukur që mbasi si thua mendohet, dhe kjo është nga një shkrimtar anglez që ka shkruar mbi këtë çështje, sepse ti ndoshta e di që grekët e kanë bërë Frosinën, e kanë ngritur në një lloj kulti, i këndojnë dhe këngë etj. Dhe në fakt me shumë mundësi që Frosina ka qenë e përfshirë në inteligjencë, pra në mbledhje faktesh, dhe përdorte edhe këto gratë e tjera, të cilat u kapën në një shtëpi apo në një vend të gjitha bashkë, pra një lloj shtëpie prostitucioni e kohës, dhe mbasi u kapën, Aliu shkon atje dhe thret familjar dhe i thot kush do thot që ta pranoj këtë, thot, pra që këto janë këtu me burrat të tjerë, ta marrin në shtëpi. Dhe njëri nga këta vetëm del, thot, unë do ta marr, do t'i hedh një gjym me ujë në kokë, ta laj, thot, se kam fëmijë dhe s'kam ç'bëj, thot, dhe e mori dhe e shpëtoi. Të tjerat Aliu i mbyti. Në fakt këto rrëfenja, sipas këtij shkrimtarit anglez, mendohet që to ishin të përfshira në spionazh. Dhe penetruar deri në oborin e brendshëm të Aliut nëpërmjet djalit të Miftarit, sepse Frosina ishte dashura e Miftarit, dhe për këtë arsye i vrau, jo për arsye të tjera, sepse Aliu ka qenë jashtëzakonisht shumë pragmatist. Për shembull, nuk e dia nëse e mban mend atë historinë tjetër, ku shkon despoti Aninës dhe i thot, Ali thot, të lutem, thot, gratë e Krishtera lyen dhe bëjnë flokët dhe bëjnë fytyrën me këna. Këna është ajo boja e kuq. Dhe feja jonë nuk e pranon, thot, të lutem, thot, ndalohe. Patjetër, i thot, ky në vend, thot, ashtu, thot, thret sekretarit. I thot, shkruaj, thot, Aliu jep urdhër që gratë ortodokse të Krishtera të mos lyen më me këna. Ndërkohë, taksën e kënas do e paguaj Peshkopi. I thot ky Ali Pash, thot, ç'është kjo punë, thot, si mund të paguaj unë, thot. Hirsi, thot ky, unë nxjerr 2 qese me flori nga ajo punë, thot. Po mi dhe ti, thot, i ndaloj në vend. Kështu që Aliu ishte shumë pragmatist, pra nuk e kishte problem çështjen e nëse i birja apo jo do të kishte një marrëdhënie jashtë martësore. Kur u bë për këtë çështjen e spionazhit. Ndërkohë për punën e alfabetit, duhet të thënë që Aliu ishte njeriu që lejoi dhe si thua ishte një lloj mbështetësi i Zosimeas së famshëm të Aninës. Po, ka ndihmuar për alfabetin grek dhe domethënë për greqishtën e re moderne dhe në fakt nuk e ka bërë një gjë të tillë për shqiptarët. Shiko, duhet ta shikojmë në kontekst, pra duhet ta shikojmë se si ka qenë periudha në asaj kohe. Nuk e di se sa shqiptarët e kohës kanë qenë të interesuar. Po, edhe kjo është. Sepse mos harrojmë që Shqipëria, pra vilajetet shqiptare në atë kohë ishin pjesë e perandorisë dhe sipas ligjeve të perandorisë kishin gjuhën si thua zyrtare që ishte otomanistja dhe më vonë turqishtja, kishin fen zyrtare etj, pra duhen parë gjërat në kontekst.
Po, ke të drejtë. Në tjetër sot është e vështirë që ne ta gjykojmë siç ka qenë koha, por fakti që ai lejoi dhe mbështeti Zosimean, që u bë qendra e zhvillimit intelektual ballkanik dhe më vonë qendër e rëndësishme ku e gjithë elita shqiptare, e gjitha pa përjashtim, Dhe vëllezrit Trashi, Zosimean. po. Kështu që mendoj që ka goxha merita dhe në këtë gjë. Auron, dhe një prift i ri që mbaroi shkollën për prift në kishën anglikane, i cili më vonë do të bëj kreu i kishës të Canterbury, ku është kisha ku shugurohen mbretërit dhe të familjes Windsor, ka bërë një shkrim, një libër me 2 vëllime dhe ka udhëtuar, unë e kam pasur atë librin në kompjuter, po s'po e gjet dot, se kam dashur sidomos një vëllim ta botoj, se një vëllim e ka vizitën e tij në Greqi, jam voluminozë si libra, dhe një vëllim e ka vizitën, ai ka zbritur në Durrës, nga Durrësi në Berat, pastaj nga në Ibrahim Pasha, nuk ishte vrar Ibrahim Pasha, pastaj ka shkuar ke Aliu, ka vizituar shumë fshatra në Toskëri, në zonën e Trakisë, dhe ai jep të dhëna shumë të paanshme në lidhje me popullsitë, në lidhje me pasuritë që kishin këto lloj popullata mbi bazë etnike ose religionesh, jep përqindjen e popullsisë që futen në Janin, me çfarë merreshin ata, sa fuqi ekonomike kishin, po kështu dhe për grekët dhe për shqiptarët, po mbi të gjitha i flet aty dhe për shqiptar katolik që ka pasur shumë në Janin. Dhe jam çuditur kur e kam lexuar që kishte aq shumë shqiptar katolik në Janin. Mirë, Auron, se devijoj pak pa dashur, se është një temë që dhe ti e ke shumë të dashur dhe unë e kam shumë të dashur periudhën e Aliut, ashtu si shumë shqiptar, se është një moment krenarie për ne shqiptarët që kemi treguar aftësi shtetëformuese nëpërmjet Pashalekut të Janinës, ashtu si dhe me Pashalekun e Shkodrës, ashtu si dhe me ata që krijuan Egjiptin modern me Mehmet Ali Pasha, që kanë qenë 3 shqiptar, domethënë se s'mund të them, këta kanë qenë 2 shqiptar në Egjipt dhe në megjithëse Mehmet Ali Pasha pati trashëgimtarët e tjerë, kurse Pashaleku i Shkodrës ka pasur disa pashallar, po të 3 këto entitete domethënë janë një burim krenarie për ne shqiptarët, pavarësisht se fundi rezultoi pas luftave ballkanike dhe kongresit të Londrës, rezultoi shumë i dëmshëm për shqiptarët, të cilët u ndanë dhe u coptuan dhe si thot Mithat Frashi, u përdorën si mëlçit e dashit për të kompensuar peshat e fuqive ballkanike dhe për të plotësuar orekset e fuqive të mëdha që mbështesnin këto fuqitë ortodokse ballkanike. Auron, besoj e ke ndjekur këtu situatën politike në vend, doja të pyesja diçka, edhe mund mos përgjigjesh, po s'ke qef, për situatën opozitën shqiptare, ku PD-ja do të shkojë në zgjedhjet në kongres për kryetarin e partisë më 23 maj. Kryetari historik i saj, Sali Berisha, ka shprehur ambicien për të rizgjedhur, njëkohësisht atë dëshirën për të kandiduar e kanë shprehur ky si e ka ky që doli nga burgu, se s'po më kujtohet që nisi këtë fushatën. Ish buri Grida Dumës, se s'po më kujtohet emri tash i tij. Saljani, herë gjia, riçik zgjuar. Saljani ka shprehur atë dëshirën për Ervin Saljani për të kandiduar, dhe njëkohësisht edhe nga Shtetet e Bashkuara është kjo, çfarë quhet kjo, Auron, kjo kandidatja aty në Shtetet e Bashkuara që ka qenë në PD, Kokalari, Evis Kokalari. Edhe kjo, domethënë ka shprehur ambicien për të kandiduar, Evis Kokalari, duket që
Sali Berisha ka shanset më të mëdha për të fituar për shkak se ai kontrollon gjitha levat e partisë, kontrollon organizimin e kongresit. Njerëz të gardës së vjetër si Tritan Shehu kanë shprehur atë besimin që Sali Berisha do të jetë përsëri kryetar. Ai duhet të jetë, aty takon dhe me Sali Berishën ne do të shkojmë drejt fitores për të mundur Edi Ramën në sfidat e ardhshme elektorale. Si e mendon ti këtë situatë dhe këtë kohë kaq të gjatë të qëndrimit në pushtet të kryeministrit Rama për shkak dhe të mungesës fuqisë së opozitës? A ka shpresë dhe dritë në horizont që opozita të forcohet, të ketë ndonjë ndryshim, apo çfarë mund të ndodhë me opozitën dhe me zgjedhjet e ardhshme nëse opozita do të ngelet përsëri e dobët? Si e mendoni ju Auron këtu situatën? Tani Fred, ti në hyrjen tënde për këtë pikë, mendoj unë edhe përgjigjen time më të saktë. Ti nuk i di emrat këtyre zotrinjve apo zonjave. Pra imagjinoja se sa të rëndësishëm apo të, si thua, me pesh janë në spektrin politik të opozitës. Kur ti si njeri që i ndjek këto çështje dhe s'u di emrat, imagjino njerëz të tjerë. Ndërkohë, unë do t'jap një detaj shumë interesant. Unë kam pasur fatin të punoj me Sir Patrick Fairweather, i cili ka qenë mbas rënies së komunizmit, ka qenë ambasadori britanik në Rom, i cili mbulonte edhe Shqipërinë. Më vonë kur doli në pension, ai erdhi dhe drejtoi Fondacionin Butrindi dhe për gati 5-6 vjet ne kemi bashkëpunuar ngushtësisht bashkë. Dhe kemi udhëtuar shumë, kemi folur shumë dhe unë e kam pyetur dhe i kam thënë Sir Patrickut që për përshtypjet e tija kur ka ardhur në Shqipëri, edhe ka ca përshtypje shumë interesante se më tregonte se si kur erdhi Berisha për ta nderuar e vuri tek vila e Enverit për të fjetur, se si ai nuk flinte dot natën nga maktet. Jo vetëm nga ftohti, po dhe nga tmerri. Nga maktet. Po, çfarë i dhan në mëngjes për të ngrënë, ka detaje shumë interesante. Po ajo që duket si kur ishte në shtëpinë e Macbethit. Po, por ajo që ka, si thua, kontekst me pyetjen tënde ishte kjo. Tha, kur për hir, tha, unë si diplomata që isha, duhet takoja dhe opozitën. Dhe kërkova një takim, tha, me liderët e Partisë Socialiste të kohës. Dhe erdhën 4 veta, të cilët 3 veta tha ishin me kasketa, njëri ishte me kapele republike, askush nuk fliste anglisht, flisnin rusisht dhe një frëngjishte shumë të qalë, me të cilën tha unë u detyrova të marr një përkthyes. Dhe kur shikoja, tha, kraun këtej, tha, një Berisha që ishte doktor, që fliste anglisht, dhe këta të tjerë, tha, që erdhën, tha, me kasketa e tjerë, sigurisht që ne Berishën do të mbështesnim. Se s'kishim mundësi të tjera, pra s'kishim opsione. Në një farë mënyrë historia është bërë shumë interesante sepse ka kthyer gjën përmbys. Pra imagjinoje sikur Fairweather të vinte përsëri pas 30 vjetësh, po ndërkohë nuk do të shikonte më një Berish energjik, anglisht e tjerë, po do të shikonte në një farë mënyrë një Berish me kasketë. Pra, i cili vazhdonte akoma me të njëjtën. Dhe po të ishin 3-4 do ishte edhe Flamonoka atje, po di unë kush mund të ishte tjetër. Po. Kështu që në një farë mënyrë edhe perëndimi apo forcat e tjera që cilët kërkojnë një partner interlokutor për opozitën nuk shohin alternativa. Mendimi im është që Shqipëria ka nevojë për një trazir të madhe të gotës politike, pra për ta trazuar, për të hequr të gjithë pjesën e sipërme dhe për të pasur një mundësi të re, pra për një rifillim të ri në koncept, në vizion, në projekte për vendin, sepse ajo që mua më shqetëson, Fred, dhe unë ty të njoh prej shumë kohësh dhe pavarësisht se takojmë rrallë, po prap kam një respekt, sepse ti vjen nga zona Kolonjës
dhe unë vi nga zona e Labërisë, të dyja vendet të cilët kanë nxjerrë njerëz që kanë qenë të shqetësuar dhe janë përpjekur për një Shqipëri. Dhe ajo që mua më shqetëson shumë sot është që në përgjithësi të gjithë ata që sot marrin vendimarrjet në Shqipëri nuk janë të interesuar për Shqipërinë. Janë interesuar për problemet e tyre, politike, ekonomike, etj., po jo për vendin. Dhe kjo është, mendoj unë, gjëja më shqetësuese. Për shembull, dje isha në një panel ku ishin 4 shqiptarë, një nga Izraeli, unë këtu nga Bostoni, një nga Kosova, një nga Shqipëria. Të 4 flisnin për hallet dhe çështjet e vendeve respektive. Askush nuk fliste për Shqipërinë. Pra, shqiptari në Izrael kishte hallin e Izraelit, unë po diskutoja për çështjet këtu të Amerikës, ai zotëria nga Kosova mundohej kishte më tepër në aspektin fetar, pra suni, shia, etj. Për Iranin. Ai shqiptari kishte hallin për muslimanizmin, askush për Shqipërinë. Po. Dhe mendoj unë, kjo është sfida më e madhe e mendjeve të ndritura, nëse ka ende, për Shqipërinë, se si mund të bëhet një projekt për Shqipërinë. Shiko, Auron, për këtë që the ti, Lazgush Poradeci, që ka qenë me atë grupin e Romanisë, që përpiqeshin për të bërë alfabetin me atë grupin e tyre, atje të intelektualve, kryesisht vlla ortodoks që studionin, po që ishin patriot edhe ata vlejt, e ndjenin veten kishin ndjenjë patriotike shqiptare, ku ka bërë pjesë Azdreni, ku e di unë, dhe këta tjerë, dhe Lazgushi thoti që ne mbanim kontakt sot me këtë grupin e Stambollit, thot, nëpërmjet Sami Frashit, thot. Sami u thot, si një njeri strukturuar që ishte, thot, në lidhje me çështjet e formës, thot, përpiqeshe të na unifikonte, thot, por ne, thot, nuk e merrnim shumë seriozisht, sepse e konsideronim grupin ton, thot, me elitar nga kultura, thot, se sa Samiu, thot. Mirë po, pastaj, thot, tyri në skenë profeti, thot, për Naimin. Dhe ne ju nështruam të gjithë, thot. Profeti, thot, kishte devizën feja shqiptarit të shqiptaria, thot. Dhe ne ju nështruam të gjithë, dhe e ndjenim veten shumë të vogël përpara veprave të tij, Lulet e Verës, Bakti e Bujqësia, Historia e Skënderbeut, po dhe librat që janë shkruar në shqip, po dhe librat e tjerë që shkruajti Naimin në persisht, të cilat ata sigurisht do t'i kenë dëgjuar dhe do t'i kenë studiuar. Pra, ka ardhur koha që të vinë në krye njerëz të cilët të kenë përsëri këtë devizë. E di që më tha një miku im që është biznesmen dhe kishte vajtur në një dikaster, nuk po e them se ku, se duhet t'i menja leja ti që ta thesha, dhe tha, kur vajta tha, më thanë, prit 5 minuta, tha se kemi orarin e faljes, tha, dhe ikën një grup i madh brenda dikasterit ministrisë, tha, dhe vajtën u falen, e lam punën një qerekore 20 minuta atje, tha, dhe pasaj u rikthyen prap. Pra, ka humbur ai sekularizmi i shtetit, po dora dorës, dhe gjithnjë po merr fuqi aspekti religios, gjë që është e trishtueshme, dhe këta politikanët po i nënshtrohen këtyre çështjeve dhe nuk po e lën fen si një problem privat në jetën e tyre private dhe jo në gjatë kohës së punës në administrat. Kush kërkon të punoj në administrat, sigurisht do ri tetor dhe do bëj punën e shtetit. Kush kërkon që do të fal vaftet e namazit, 5 vaftet për shembull që bie në orarën e punës, mund të mos shkojnë të punojnë në administrat, le të rini biznes të tij privat dhe të vejë të falet. Kështu është, mund të jetë edhe një festë fetare gjatë kohës së punës, që duhet të shkojnë në kishë dhe të falen, po nuk mund të ikin dot, sepse ky është shteti shekularist, që ndan aspektin privat fetar me detyrat shtetërore, të cilat
në Shqipëri janë ngritur sipas devizës së Naimit, feja e shqiptarit është shqiptaria. Dhe ti je një shqiptar i mirë në administrat, do të thotë të bësh punën gjatë tetorëve dhe jo të merresh me çështje personale të besimit, apo e kam gabim? Shiko, ti ke shumë të drejtë. Është një aspekt që ndoshta nuk është folur shumë, po është aspekt i drejtë, mendoj unë. Por përsëri mungon dhe unë do thosha mbas kaq vjetësh, një nga zhgënjimet e konceptit të rilindjes është ky që nuk ja doli dot të krijonte këtë, si thua, kuadratën e shqiptarizmës. Pra, për Shqipërinë, është shumë e rëndësishme ky kuadrat. Pra, të gjitha gjërat, të gjitha veprimet, të gjitha, si thua, përpjekjet ti bën për Shqipërinë. Për shembull, pavarësisht kontekstit të sotëm, unë për shembull e kam parë gjithmonë Izraelin si një model që duhet ndjekur nga Shqipëria, pra në kuptimin që çfarë bëjnë komunitetet hebraike në botë për të rrënjosur konceptin e Izraelit, pra shtetit. Çdo gjë është shteti, pra çdo gjë si thua për të mirën e shtetit të Izraelit. Sigurisht në kontekstin e sotëm ajo ka marrë përmasa shumë të mëdha dhe ka shkuar shumë larg, por në shtetformimin që në 48-ën, kur u krijua, koncepti i fortë për shtetin, për shembull, ç'a ndodh? Këtu në Amerikë, këtu ku jam unë për shembull në Boston, ka një numër shumë të madh shqiptarësh. Gjenerata e vjetër fare, që ka mbi 100 vjet, e cila pak a shumë tashmë është asimiluar dhe shumë pak e ndjen veten shqiptar, dhe shqiptarët e rinj. Mungon gjërat më të thjeshta, përveç disa takimeve, jo festa e flamurit, jo festa e Kosovës, me kulturë totalisht tallava, pra një kulturë e cila nuk të ngjallë respekt, nuk ka asgjë. Pra nuk ka programe të mbështetura nga shteti që, për shembull, të rinj të vinë të rinë në Shqipëri një muaj, të mësojnë shqipen, të njohin kulturën, nuk ka të tilla gjëra. Për shembull, këtu në Boston, çdo 28 nëntor është kështu si rregull që këto bashkitë lejojnë komunitetet që të ngrejnë flamurin e tyre kombëtarës. E ka nuk e di, kanë të gjithë komunitetet. Edhe 28 nëntori është radha e shqiptarëve. Unë kam shkuar një 2 herë, herën e fundit që isha, para 2-3 vjetësh, ngrihet flamuri jon i grisur. I them të organizatorëve, i them, çfarë bëhet, çka mundsi flamuri jon i grisur? Nuk është turp, gjithë komuniteti i madh një flamur. Ambasada, kemi ambasadë. Nuk çojnë dot një flamur kombëtar. Dhe ku në Boston, dhe ku 100 metra nga Iselia e Vatrës, ku është krijuar si thua shqiptarizma, turp i madh. Dhe ndërkohë ne si shtet mundohemi të jemi në mënyrë në fars, të jemi në këto pararojen e ngjarjeve të mëdha ndërkombëtare, kur ne nuk kemi fuqi dhe nuk kemi dëshirë për të punuar në konceptin e shqiptarizmës. Të mos ketë ambasada jonë, apo mos ketë Ministria jonë e Kulturës, apo e Arsimit, apo nuk e di, programe për të rinj shqiptar që nuk do e kupton, pra se sa shumë ne dal nga dal po shterojmë në aspektin kulturor, në aspektin asimilues, në aspektin, unë për shembull isha në një universitet këtu, shumë universitet nga më të mirët që ka në Amerikë, ata bënin një takim për studentët shqiptar, nga Harvardi, nga MIT, nga Boston University, nga Brown, ishin mbledhur, këtu ishin diku te 50-60 çuna dhe goca shqiptar. I pyeta për kuriozitet, askush nuk do të kthehet në Shqipëri. Askush. Po. Imagjinojmë mbas 100 vjetësh ku Fredi këtu nga Boston në 1920-ën janë nisur 120 djem të rinj të veshur, të armatosur, janë nisur për luftën e Vlorës
dhe unë e kam kështu si, e kam edhe personale se stërgjyshi im, i cili ka qenë këtu në New Bedford, ka qenë një qytet të New Bedford, Massachusetts, dhe në fakt dhe gjyshi im këtu ka lindur, në New Bedford. Edhe unë kam pasur xhaxhain e babait, i cili ka ardhur në luftën e Vlorës. 120 djem erdhën luftojnë në luftën e Vlorës, erdhi dhe banda e Vatrës. Po. Ndërkohë këtu, të gjithë të rinj shqiptarë që vinë në universitete nuk duan të kthehen më në Shqipëri. Me në krye Thoma Nasin, bën edhe këngën Vlora Vlora. Auron. Se sa keq është situata mbas 100 vjetësh me Shqipërinë. Kjo tregon fuqinë kulturore, ke asimilimi, shikohet fuqia kulturore e një etnie ose një kombi. Hitleri tregon një ngjarje, domethënë thot disa gjëra shumë interesante ke testamenti i tij politik që e ka lënë deri në prill, në 28 prill të 45-s, kur më 9 maj, domethënë hyn forcat aleate në Berlin, ai mendonte ashtu si Frederiku i Madh i Prusisë, kur ishte i rrethuar nga ato 3 luaneshat, nga Franca, nga Katerina e Madhe, nga Rusia dhe nga Habsburgët, ai me 45.000 ushtarë i rrethuar nga disa ushtri, nga 90.000, 75.000, 60.000, në një territor që s'kish nga shpëtonte në Prusi, pas shumë të rreshjeve në luftën 7 vjeçare, sa kishte frikë se po i vinte fundi, aq besonte ke providenca hynore e cila do të bënte mrekulli, ashtu siç bëri në fakt dhe do ta shpëtonte me ndihmën e Anglisë Frederikun e Madh të Prusisë, dhe ai mendonte si Frederiku që edhe unë mund të shpëtoj, por theksonte këtë gjë në lidhje me asimilimin e kombeve. Çifutët theshte janë një komp i pa asimilueshëm, madje theshte unë nuk e di çfarë janë fe, janë komp, janë etni, nuk ti si ti përcaktoja bën te këta. Në shkretëtirat e plajës së Gobit, theshte, kam dëgjuar që çifuti që ishin shumë larg, si quhet kryeqyteti i Mongolisë, se harrova emrin, ata shkonin thot me orë të tëra një në muaj që paguanin atë taksën që paguanin gjithë çifutët në luftë kundër Hitlerit, dhe udhëtonin me gamile, thot, ku e diun me kuaj, thot, me orë të tëra, thot, me ditë, thot, vetëm të dorëzonin atë taksën. Ndërsa, thot, forcat amerikane, thot, që më kanë rrethuar mua, thot, Gjermanin, thot, kanë në ushtrinë e tyre shumë gjermanë, të cilët janë brezi parë, thot, mbas prindërve të tyre që kanë lindur, janë rritur në Gjermani, thot, kanë ikur në Amerikë, janë asimiluar dhe me ato mashtrimet, thot, patriotike dhe në flamurin amerikan, thot, i kanë mashtruar dhe i sjellin të vrasin kushurinë të tyre të parë. Më kupton, do me thënë, e kisha fjalën që ai megjithse i uren, po dhe i admiron çifutët për këtë mungesën e asimilimit dhe për kushtimin e tyre, ata madje ndërshekuj edhe kur janë konvertuar në fete tjera, abrahamike kryesisht, në islam ose në krishtërim, ata gjithmonë kanë qenë dualist në besimin e tyre dhe gjithmonë brenda familjes kanë bërë rituale dhe kanë mbrojtur kulturën e tyre gjuhëshe, ndërsa në paraqitjen në publik janë hequr sipas fesë dhe kulturës vendase për të mbijetuar në raste kur ka pasur konflikt me ta nga grupet etnike vendase. Auron, dua të pyes diçka, nëse e ke vënë re. Rama nga një mbështetës i zjarrt i globalistëve, të cilën e tregonte me ato përkushtimin ndaj Alexander Sorosit, i cili është një nga përfaqësuesit kryesor, familja Soros i globalizmit dhe i agendave globaliste, duke do me thënë ne shqiptarve në përgjithësi na pështiroste me ato servilizmat dhe argavitjet, me ato fotot përqafuar që më kujtonin dikur përqafimet e Dushanit me Enverin, ato fotot e kohës së luftës.
Sot i ka kthyer kurizin globalistëve, të cilët duket se ende kanë pushtet të fortë me njerëzit e tyre në Bashkimin Evropian, me Macronin, me figurat e tjera, me këtë që vjen nga BlackRocku, Merci, me atë të Britanisë, dhe është afruar me atë që ka demonstruar që është antiglobalisti më i madh dhe që është presidenti Trump, dhe duket që në ordi politikës së Ramës është kthyer Washingtoni dhe jo Brukseli. Në lidhje me, domethënë ajo që tregon qartë, siç po them, është qëndrimi ndaj luftës në të Shtetet Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit, ku Rama me atë rezolutën që votuan dje apo dje kundër Iranit dhe me largimin e ambasadës së Iranit, me ato akuzat që bënin kundër Iranit për ndërhyrje në këto sistemet e IT-së në Shqipëri, me marrjen e këtyre mujahedinëve që janë kundërshtarë dhe opozitarë, të cilët janë edhe terroristë, sepse në aktivitetin e tyre kanë ushtruar dhe terrorizëm, madje dhe ai lideri që ishte që vdiq, Ayatollah Khomeini, kishte një dorë të dëmtuar, të paralizuar për shkak të një bombe që këta i kishin vendosur, si thuhet të paktën në atë narracionin e përgjithshëm, zyrtar të tyre. Pra i ka kthyer kurizin Evropës, e cila nuk është dakord me luftën, madje janë shprehur që kjo është lufta e Shtetet Bashkuara, nuk është lufta jonë. Megjithëse Trumpi ka filluar këto kohë t'ju kërkojë ndihmë, duket se Evropa ose NATO-ja evropiane i ka kthyer kurizin Trumpit dhe e ka lënë vetë me Izraelin aq më shumë që ka zera që thuhet që Netanyahu mund të ketë dekur ose është i plagosur rend dhe nuk ka dalë në skenë dhe në atë takimin e sotëm që bëri ushtria, shtabi i ushtrisë iraniane, ku asnjëherë nuk ka munguar lideri i vendit, kryeministri, në asnjë takim të shtabit të lartë të ushtrisë. Sot mungonte Netanyahu dhe figura të tjera për cilët mendohet që janë eliminuar nga bombardimet. Si e mendon ti këtë lëvizje, këtë kapërcim pindarik të kryeministrit Rama nga preri globalistëve drejt Trumpit? Përse bëhet kjo? Bëhet për qëllime personale apo ka ndonjë kalkulim të Ramës në lidhje me ato që ai mendon si ngjarje të ardhshme për ta mbajtur Shqipërinë në një pozicion sa më fitues? Si e shikon këtë figurën e shahut të politikës në Mesdhe dhe në Evropë dhe në Ballkan? Pyetja juaj ishte shumë kishte shumë nën pyetje. Pra, ndoshta edhe përgjigjimi do të ketë disa nën përgjigje, sepse ishte gjatë. Po. E para njerë, marrja e këtyre mujahedinëve Meki filloi me Berishën, pra ishte i pari ai që i mori. Po. Për të qenë sakt domon me detaj. Pastaj pjesën tjetër e mori Rama. Sigurisht që është marrë për me kushtëzim, pra është kushtëzuar nga palë amerikane për t'i marrë, po duhet thënë që deri në 2013, pra dhe kur pjesa e parë erdhi nën Berishën, ata ishin të etikuar, pra të kategorizuar si organizatë terroriste nga Departamenti i Shtetit. Pra Shqipëria ka pasur në brendësinë e saj deri në 2013 një organizatë terroriste. Kjo e shpallur nga Departamenti i Shtetit. Vetëm pas 2013 u hoq nga kjo listë. Ashtu, e para. Mendoj unë, Shqipëria duke qenë se e ka shpallur veten dhe mendoj unë që nuk është veprim jo i keq, pra që është në boshtin perëndimor, NATO, Amerikë etj. Pra në një farë mënyrë si lojtari i vogël që është munduar gjithmonë të jetë tek ky klub, ku ka vendosur të jetë. Dhe nuk është si thash, pra nuk është
veprim jo i keq, sepse dihet që dhe Berisha dhe Rama do donin të ishin në këtë klub dhe i kanë pranuar çfarë do lloj kondicioni që i është dhënë, që nga Mujahedin Iranian, që nga ata talibanët anti-talibanët e Afganistanit që erdhën në Lezhë. Pra, është mbyllur një sy, është bërë për hir të konjunkturave politike. Tani, kthehemi tek kjo e sotmja, pra çështja në një farë mënyre ne kemi hyrë në luftë kundër Iranit. Mendoj unë që po të shikosh në fushën diplomatike, vetëm Amerikanët dhe Izraeli ka shpall Iranin shtet terrorist, asnjë shtet tjetër. Pra gjithë fuqitë europiane, Francë, Gjermani, Angli, Itali, nuk e kanë bërë këtë hap. Sepse sigurisht ka disa arsye, para njëherë që vetë këtu në Amerikë 74% e popullatës sipas polleve të fundit është kundër luftës. Fakti që për shembull shefi i antiterrorit dje, një oficer i dekoruar me medalet më të larta, personalitet i rëndësishëm i MAGA-s, pra dhe i zgjedhur personalisht atë detyrë nga Trump, del me një letër publike dhe thotë që Irani nuk ka asnjë lloj kërcënimi për kërcënuar popullin amerikan, interesat amerikane. Sot këtu i është dhënë një rëndësi shumë e madhe kësaj deklarate, sepse ai shefi kundër terrorizmit dhe numri 2 i National Security, dhe shërbimit kombëtar të sigurisë. Pra, kjo tregon që futja e Shqipërisë në linjën Amerikan-Izrael është, mendoj unë, e nxituar, sepse e fut Shqipërinë në konflikt. Unë do të preferoja për shembull një status neutral, Sloveni, Kroaci, mos themi për Zvicrën, vende skandinave, të cilat shikojnë hallet e veta, shikojnë problematikat e veta, shikojnë të rregullojnë gjërat që kanë ata vetë, edhe pse janë shoqëri më të zhvilluara se ne, dhe nuk përpiqen të jenë protagonist në skakjerën politike ndërkombëtare. Pra nuk fiton gjë, mendoj unë, Shqipëria që të futet në këtë përballje. S'ka në interes. Përveç se për dhënë sinjal që unë jam me ju dhe ju si thua më mbani mua në pushtet. Pra mendoj unë më tepër është një përpjekje pragmatiste e kryeministrit për të dhënë sinjale të forta që unë jam pjesa juaj dhe ju do të më mbani mua në pushtet. Pra është agjendë personale, mendon ti? Po nuk shikoj në përfitim të Shqipërisë që të jetë në këtë rresh. Pra, se si çfarë ndodh, Fred? Kur je në Shqipëri shef gjërat pak më, si thua, pa më ngushtë. Kur je jashtë, pastaj shikon gjërat më, është normale, është distanca. Shiko vendet e gjirit. Vendet e gjirit, të cilat janë me të ardhura të jashtëzakonisht larta, vende të cilat furnizojnë me navë gjithë botën, të cilat kanë investime shumë të mëdha në Amerikë, në Angli, në Francë, kudo, pra kanë investime, të cilat para një viti i dhanë Trumpit dhe njerëzve për qark këtij fonde të mjaftueshme për investime brenda në Amerikë, të cilat kanë bler armatime prej tashmë disa dekadash, kanë bler armatime amerikane dhe kanë marrë garancinë nga amerikanët që nëse Irani sulmon, ne do t'u mbrojmë. Para 4-5 ditësh, ky princi Al Turku, që ka qenë shefi i shërbimit të Arabisë Saudite dhe ambasador në Amerikë, foli në një gjuhë shumë diplomatike, shumë elokuente, jashtëzakonisht shumë interesant si personazh, dhe tha një gjë që ne i besuam Amerikës ta, dhe na lanë në mëshirë të Iranit. Pra nuk na mbrojti. Kjo tregon që nëse amerikanët nuk mbrojnë vendet e gjirit, të cilat kanë interesa shumë të forta, armatime, etj, çfarë do t'i mbrojnë Shqipërisë në një rast konflikti me Iranin, për shkak se me një dikë tjetër. Pra nuk e shoh unë Shqipërinë përfituese të diçkaje
në rreshtimin e kësaj lufte, e cila për të vërtetë, siç e the edhe ti, pjesa më e madhe e globit është kundër. Po. Auron, të qëndrojmë prapë këtu brenda vendit, është pyetja e fundit kjo, sepse regjia po më njofton që jemi në limitet e kohës që ne kemi në dispozicion. Ju ndoshta e keni ndjekur që një nga arsyet ose një nga akuzat që ka pasur Belinda Balluku për këto domethënë tenderat e parregullt që ajo ka bërë, veç të tjerave ka qenë edhe tenderi për ndërtimin e Porto Romanos. Në radhë parë doja të pyesja se Porto Romana do ndërtohet pasi të prishet porti i Durrësit, ku Rama me Alabarin, me fonde që nuk din nga vinë, ka pasur akuza që vinë nga këto offshore dhe shumë njerëz thonë që mund të jenë lekët e korrupsionit midis tjerave, lekët e shqiptarëve, të cilët do të jenë në një kompani të përbashkët me këtë Alabarin, i cili do marrë përsipër këtë anën teknike të projekteve dhe të ndërtimit dhe të promovimit të këtyre ndërtimeve moderne, siç kanë menduar ta që t'i bëjnë, dhe kosta do të jetë prishja e portit më të madh të vendit dhe projektimi i këtij porti aty ku quhet Porto Romano, ku është sipas shumë inxhinierëve një vend komplet i papërshtatshëm, ku ndahen dy pllakat tektonike dhe historikisht ka qenë një nga qendrat më të mëdha sismike në Shqipëri në mënyrë periodike në ndërshekuj, ku ekonomikisht nuk ka rentabilitet ndërtimi i saj pasi ka shumë deluvione dhe shkrifërime mbi shkëmbin të mem, duhet të gërmohet shumë që të arrish të vendosësh kolonat në përshkëmbin në dy pllakat tektonike respektive. Dhe duket që duke qenë porta hyrëse e koridorit 8, koridorit horizontal që është një koridor shumë i rëndësishëm për NATO-n, strategjik ushtarak, për lëvizje drejt detit të Zi, pasi dihet që armiku më i madh sot i Evropës është Rusia, dhe për të shkuar drejt porteve të Varnës në Bullgari apo të Konstancës në Rumani, nuk mund të shërbej koridori 10 që kalon nga Egeu në Shkup dhe në Beograd dhe pastaj hapet në krah ose vertikalisht shkon në Budapest, por është koridori 8 dhe koridori 8 sigurisht nuk mund të jetë këte sikur të ndërtohet me shumë korsi, të jetë i gjerë dhe në fundsi këtë mbyllet dhe të ketë një port të vogël, pasi ashtu si me tubacionet e ujit, në qoftë se ti ke një tubacion të gjerë ku uji mund të rrjedhë dhe rrjedhshëm, në qoftë se ngushton grykën, gjithë vlera e tubacionit të gjerë është aq sa pjesa më ngushtë e tij. Dhe duket që ka një bashkëpunim dhe një sabotim, kështu mendojnë shumë njerëz, nga shërbimet sekrete ruse, serbe, për ta sabotuar infrastrukturën shqiptare, qoftë për qëllime civile, po ndoshta edhe për qëllime ushtarake, me qëllim që ky port të mos ndërtohet dhe koridori 8 të sabotohet, dhe kemi parë që u shemp një pjesë e madhe e koridorit 8 ku po ndërtohet midis Librazhdit dhe Elbasanit, dhe njëkohësisht pam që në këtë tenderi që bëri kjo Balluku me një guxim të jashtëzakonshëm, duke mobilizuar dhe një njeri të dyshuar si shërbime sekrete greke, i cili është Piro Vengu, duke vendosur drejtor në port, pasi ajo erdhi si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, në një kohë që po i kërkoheshe me insistim ndërtimi koridorit 8 dhe me këto projektet që ndryshoi Rama për të prishur Durrësin dhe për të ndërtuar Porto Romanon,
Këta kërkojnë të ndërtojnë një 400 metro kalat aty në Porto Romano, e cila do të ishte pa mjaftueshme për të përballuar ngarkimet dhe shkarkimet që do të kishte nevojë ky korridor dhe ja dha tenderin një firme pa eksperiencë greke. Unë kam qenë i pari që denoncova këtë në mediat publike dhe i quajta që do të ishte vari politik i Belinda Ballukut dhe njëkohësisht kam deklaruar, dhe këto janë videot janë në YouTube, mund të gjenden kollaj, kam deklaruar që firma greke do të tërhiqet, pasi unë e dinja që 4 firmat të cilat mund të hapin, të thellojnë portin, pasi aty kërkohet thellimi i portit, ata donin ta bënin 8 metro të thellë, që është shumë i vogël, duhet të jetë paktën 12 metro deri 18 metro që të quhet port normal. Dhe këtyre do të duheshin kontributi i njerëz për këtyre 4 firmave që janë në Evropë, është dhe një firmë tjetër në Kinë dhe një në Japoni. Dhe këta ja mohuan që do të jepnin ato aparaturat që t'i përdorte ky për të ndërtuar Porto Romanën, pasi shtetet e tyre ju kishin vënë në kuqe sepse Belinda Balluku kishte minuar një tender të ndershëm ku kishin marrë pjesë kompanitë holandezo-belge, francezo-belge, italiane, dhe kjo i kishte eliminuar me një guxim të jashtëzakonshëm. Në fillim u kërkua 10% për të vendosur atë sigurimin e kontratës, që në rast se një firmë që fitonte tenderin nuk paraqiteshe për të realizuar detyrat që do merrte përsipër që kërkonte kontrata e tenderit, atëherë i mbaheshe vlera e sigurimit të kontratës që ka qenë 10%, vlera e lotit të parë tenderit ka qenë $400 milion dhe duhet të vendosnin $40 milion si prim sigurimi, ndërsa kompania holandezo-belge i vendosi, kompania Arkirodron që fitoi tenderin me ndihmën e Belinda Ballukut, e cila dihet që ka qenë një emigrante në Greqi dhe ka hipotezat ndryshme që ajo është mbështetur dhe ka qenë një dëshire grekëve që ajo të kishte pushtet aq të madh sa që pati në fakt, dhe Rama ashtu si Ahmet Zogu dikur që kishte frikë nga serbët dhe nga grekët dhe vendoste gjithmonë shpesher ministrat dhe drejtora policie në zonat në kufijtë me këto që i aprovonin këto dy shtete, e kam mbajtur Belinda Ballukun dhe si sponsorizim i shërbimeve sekrete greke. Tashi së fundmi pam që erdhi kjo ambasadorja e Trumpit në Greqi, e shoqëruar nga 2 biznesmen të fuqishëm grek. Njëri është ai që është mbështetës në Greqi i politikave maga të Shtetet Bashkuara, të presidentit Trump, ndërsa tjetri ka qenë administratori përgjithshëm i firmës Orkestra, i cili ka mundësi të hyjë dhe të depërtojë nëpërmjet Sokrat Kokalisit edhe në Shtëpinë e Bardhë, dhe i kam premtuar Ramës mbështetje pasi këtë mbështetje tek Trumpi, pasi këtë mbështetje nuk ja dhanë dot me sa duket Ivanka me Jared Kushnerin, dhe Rama me sa duket është gati të nënshtrohet presioneve të fshimve tanë të jugut dhe na ka akuzuar ne të mediave, ku unë kam qenë njeri prej tyre që kam bërë këto deklarata siç po i bëj tash edhe me ton më të fortë, sikur ne kemi bërë një presion pseudo-patriotik dhe të pambështetur në logjikë. Unë di që për këtë portin është interesuar dhe vendi Erdoganit me një firmë të tij, nuk e di si e ka Al-Barak, më duket, është interesuar për ta bërë, dhe Rama i ka thënë është një pozicion geostrategjik të do t'ju japim grekëve. E kuptoni, ka thënë, që do t'ju varim ujkut mëlçit në qaf, i ka thënë, dhe ata e kanë lënë. Dhe sot tashi jemi në këtë gjendje ku firma Arkirodron, e cila ka fituar tenderin, nuk pranon të nënshkruaj sepse nuk ka mjetet për të bërë thellimin e portit dhe justifikohet që paret që janë dhënë nuk mjaftojnë dhe duhen pare të tjera.
dhe të dyja palët duan të dalin me nder nga kjo aferë korruptive dhe në lojë kanë hyrë 4-5 palë të tjera të cilat si konsorcium së bashku kërkojnë të marrin në ndërtimin e Porto Romanos. Si e shikon këtë situatën e presionit të fshijve tanë të jugut, të cilët ashtu si në vitet 90 që kishin fuqi të madhe mbas ngjarjeve të 97-s mbi politikën shqiptare, duket që edhe sot përsëri vazhdojnë të ushtrojnë një presion të madh mbi qeverinë shqiptare që infrastruktura shqiptare të mos jetë konkurruese me, në këtë rast, Porto Romano dhe Korridori 8 mos jenë konkurruese me portin e Pireut, jo pas me portin e Selanikut dhe të Aleksandropullit dhe Korridorin 10. Të shqetëson kjo situatë, kjo tablo që paraqita unë dhe atë që keni parë juve Auron në Shqipëri? Shiko, unë me Korridorin e 8 kam një afrimitet historik, sepse ja marr pak me vijën e Gnatja dhe ju ndoshta e dini që Korridori 8 është pak a shumë vija antike romake që lidhte Romën me Konstantinopolen. Dhe nga Konstantinopoja drejt rrugës së Mëndafshit. Kështu që ky bosht, pra ky kalim është një kalim natyror, e ka bërë natyra. Aty kanë zbarkuar gjithmonë të gjitha ushtrit e perëndimit që shkonin në lindje apo lindje perëndim, gjithmonë kalonin nga ajo bosht. Dhe Durrësi ishte hyrja apo dalja e Via Ignatius, pra rrugës më të rëndësishme europiane të historisë e Europës. Aty ka kaluar çdo gjë. Edhe ushtrit romake drejt Persisë atje kalonin, edhe krishterimi në Europë erdhi nga Ignatja, edhe krishtarët kalonin andej, edhe turqit andej, edhe venecianët, pra të gjithë kalonin atë bosht. Pra nga pikpamja historike, unë kam qenë gjithmonë shumë interesuar dhe jam përpjekur këto 10 vite e fundit, në fakt, edhe kur kam qenë administrat, që asaj rruge t'i jepe emri Ignatja, sepse, shumë interesant, rruga që kanë bërë grekët nga Igumenica drejt Selanikut e quhen Odos Ignatja. Gjë që është një shtrembrim historik. Pa kuptim fare. S'ka lidhje me historinë, por asnjë autoritet shqiptar, duke filluar kultura, trashëgimia, arsimi, nuk e di, turizmi, gjithë asnjëri nuk është përgjigjur pozitivisht mbi këtë çështje. Gjë që është çështje identitare, jo strategjike. Pra, vendosja e emrit është një çështje identitare. Tani hym te çështja strategjike. Durrësi është vendi ku historikisht mbi 2000 vjet janë zbarkuar gjithmonë ushtri, mallra, tregti, kulturë, të gjitha gjërat kanë kaluar në Durrës. Edhe pushtimi i fundit fare, edhe pushtimi i Ballkanit nga italianët, nga Durrësi erdhi. Pra erdhën, si thua, ushtria atje furnizoi. Edhe pastaj Vlora, sepse edhe Vlora është një port natyror i rëndësishëm gjithashtu. Kështu që normalisht të gjithë ata që merren me planifikimet ushtarake, strategjike, zgjedhin Durrësin si mënyrën kryesore të kalimit. Çdo lëvizje pastaj majtas djathtas veri jug, mendoj unë, del nga ajo kufizimi natyror. Për të qenë i ndershëm dhe i saktë me ty, nuk është se jam marr konkretisht me çështjen, pra nuk është se e njoh në detaje, ato që dëgjova prej teje janë më të thelluara, janë hipoteza të cilat ti i ke. Unë nuk jam marr detyrimisht me këtë çështje se nuk e njoh, si thua, fakti për shembull që disa kompani perëndimore që ti citove duan të futen në Porto Romano, më vën në pikpyetje arsyen pse duhet të futen, nëse aty është një vend i cili nuk është i përshtatshëm dhe mendoj unë nga ana natyrore nuk është, sepse fakti që Durrësi ka qenë historikisht porti është Durrësi, jo Porto Romano. Porto Romano ka qenë gjithmonë diçka dytësore. Megjithatë, ka dhe një gjë tjetër, Fredi, që shqiptarët nuk kanë bërë në aeroporte. Po të shikosh, asnjë port në Shqipëri nuk është bërë nga shqiptarët, e kanë bërë gjithmonë tuajt. Pra, si thua, ekspertiza jon
është e mjaftueshme për të krijuar porte apo për të gjykuar mbi porte. Kështu që e para. E dyta, nëse fuqit përballë nesh, Italia, Franca, Gjermania, etj. Kanë interes strategjik mbi Durrësin, mendoj unë kanë forcën politike të mjaftueshme për ta vënë përballë kryeministrin e Shqipërisë ndaj një zgjidhje në interes të tyre. Pra për mos t'ia lënë Ramës në dorë të zgjedhë Durrësin apo Porto Romano. Pra kanë mjaftueshëm fuqi për ta bërë këtë nga ana politike. Pse nuk e kanë bërë, nuk e di. Dhe sigurisht nëse grekët, ashtu sipas teorisë tonë që janë ata mbas gjithë kësaj historie dhe duan ata ta bëjnë, grekët bravo i qoftë, bëjnë detyrat e tyre ndaj shtetit të tyre mirë, dhe bravo i qoftë për atë punë. Ndërkohë, ngelet shqiptarëve pastaj të gjykojnë që shtetarët tanë punojnë për vendin apo punojnë për interesat të tjera. Po. Mirë, Auron. Mendoj ta mbyllim këtu se kemi kaluar mbi 1 orë, 1 orë e 10 minuta. Më thonë nga regjia. Shpresoj që bisedat tonë të ngjallë sadopak interes dhe të sjellë sadopak informacion ke njerëzit për t'i bërë ata më të preokupuar për pjesëmarrjen në qeverisje, se kështu kur bëhet kalaja dhe bëhet muri. Të falenderoj Auron aty ku je, të uroj gjithë të mirat dhe mezi presim të na vish dhe të takohemi në Tiranë, të pim ndonjë gotë birë bashk. Njëkohësisht ju kujtoj të gjithëve atyre që kanë gurin e Sizifit në zemër dhe në dorë, ta heqin se ishet shumë kollaj, një klik aty ku thot subscribe, një klik aty ku është gishti që thot like, dhe ju ndjekim ju ne dhe nuk na ndiqni ne ju për të parë biseda kaq interesante si kjo e fundit me Auron Taren. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim në emisionet e radhës Tung Tung.